Çudi e madhe me krishterët dhe jahudit në lidhje me Isa alayhis salam, çudi e madhe. Kan thënë ai nën e lindi Zotit. Është çudi e madhe. Ja pas kanë dhënë krishterët jahudive, edhe ata pas kanë masakruar atë. Në rregull. Çka ka ajat Allahu në madh që na i ninojmë Ramazanin aty? Kur e kanë masakru, ku ka qenë baba i këtij, a din ti se unë për gjallin tim intervenoj në rrugë? A din ti punë? Me mangus gjallin dal në rrugë, a din ket? Pse babaja tia që i madh s'ka intervenu? Pse s'ka intervenu ai me shpëtu gjallin e vet? Çka u bë kjo punë? Si mundi ai me lan gjallin e vet ashtu mi ball, çka do dojnë me i bë? Këta s'ka mundsi njerëzit ta legjikojnë. Mirë pra, po e konsiderojmë Zot, s'ka problem. Po e konsiderojmë Zot, nuk ka kur një problem. Në cëllën datë ka lindaj. Do të me bë një pyetje pastaj. A i duhet kësaj bote mbikëqyrës absolut? Kush e mbikëqyrë këtë botë? Mbikëqyrje absolute. Musa alayhis salam i ka thonë Arab, uridu mulken, po du pushtet. Kështu i ka thënë Musa alayhis salam Allahut, po du pushtet, i ka thënë ja Musa, la yanbaghi li insanin an yakuna malika. Tha nuk bën njeriu me qenë pushtet mbajtësi absolut. Tha unë po du pushtet, tha mirë pra, di rreth detit shëtit. Ka dalë Musa rreth detit kuq. Edhe ai ka shëtit në mëngjes. Aty pa një zog, e pruni një fletë, një pemë dhe lëz kajtuit. Edhe një peshk e mori atë edhe s'pa Musa gjë. Tha o Zotin. Tha o Allahim, çka ishte kjo skuptova gjë? Tha ja Musa, këtë zogi që ki shpendi që i selli këtë fletë, nga kodrat e hindijës e selli. Deri këtu e ka ai detyrë, pastaj e morën ato peshkit pas peshki, sepse në thellësi të det në vesh një peshk jeton vetëm me dushkin e ative kodrave të hindijës aty. A më në bën ti këtë punë ja Musa, tha jo ja Rabbel Alamin, pendon për atë që ta kam kërku. Kush është mbikëqyrësi? Kush është mbikëqyrësi? A ka kjo botë? Mbikëqyrës, po ka mbikëqyrës. Kush është krijuesi dhe mbikëqyrësi i përhershëm absolut? Ai që s'flan kurrë, asnjëherë, ata që se merr gjumi, ai që s'flan kurrë asnjëherë. Musa alayhis salam ka thonë o Zot, po du pushtet ta birë, tha po du pushtet, ta merri digota ujë pra. Merri këto digota ujë dhe maj kështu. Edhe ju kur të shkoni të shtëpia, mani ka një ata që kanë dishim pra, ti majnë digota deri me një kohë, kur u ban nata vonë e kish marr Musa në gjumë dhe i ran gotat prej dore. Tha ja Musa me pas fletun. Me fletun. A din shka bjen prej dore me fletun? Me flet Allahu çka bën prej dore. Jo çka mendoni se Isa është Zot. Ai ka lind me datën 1-1. Tash janë bërë 2000 vite pra. Para ati, kush e ka majt këtë botë? Para atia ka pas kjo botë Zot. Ka pas Zot. Kush e ka majt, kush e ka mbikëqyrë? Pse jeni kaq të thjeshtë, të zoni? Pse jeni kaq të thjeshtë? Si pranoni ju kështu të besoni? Besim aq të cekët, besim aq të lehtë, besim aq pa bazë. Ai është Zot, ka lind, pastaj ka vdek, nëna atij ka lind Zotin. Si mund të lejoni vetes kështu?